Ky ishte horoskopi për sot. Kush janë recetat për sot? Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, e dashur shumë mirë. Mirëmëngjes dhe ju të dashur Anvisa, ju uroj si çdo ditë një ditë të bukur, për sot është e veçantë sepse është data 1. Dhe do t'ju uroj edhe një muaj të mbar Anvisave dhe do t'i ftoj këtu te këndi Joni Gatimit me një për të filluar me recetat që neve kemi përzgjedhur për juve sot. Dhe çfarë do të bëjmë? Do të bëjmë një gatim që është shumë i mirë për të gjithë, do me thënë sidomos për fëmijët që bëhet dimër beardh, duke ngacmuar pak me pak gjëra, do me thënë të tjera, që do të bëjmë bërzolla, të cilat do t'i bëjmë me patate në furrë, me lëng limoni, lëng portokalli, mustard, hudhra, të cilat do t'i hedhë kështu siç janë, krip piper, vaj edhe pak ujë, edhe rigon. Ja marrim hua. Ta marr hua këtu. Se e lasha. Do dhe receta tjetër. Dhe ç'është e vërteta do të bëjmë një fërgesë me speca, por bëhet krejt ndryshe siç shikoni, specat i kam të skuqura, i kam të mbuluar me një letër celefon dhe kjo më ndihmon shumë që të heqë pjesën e cipës. Sepse, sidomos ata që kanë probleme me shëndetin nga stomaku, kjo e shmangin, e jashtme, i bezdisin nga cmon. Kështu që mënyra se si do t'i bëj, do t'jetë shumë e veçantë. Do të përfundoj në furrë kjo recetë, më mbrapa do me thënë, unë do t'heq pjesën e lëkurës specit, dhe kemi domate të freska, 2-3 domate të freska, 2-3 thelpinj hudhër, majdanozi që do t'jetë në fund për servirje, krip piper, edhe rigonin që e mora që këtej, pra një lugë të çajit sheqer, një lugë të çajit uthull. Të dyja këto i japin shumë shije domates dhe na e bëjnë të veçantë. As djath, as një gjë tjetër, as vezë, as gjë tjetër. Veçse këto përbërës, por mënyra se si do të përgatitet do të bëhet, si thua, një fërgesë shumë e veçantë për punën e specave. Dhe këtu pse do të kishin fërgesë, mos kishin bukë sot? Po si, me çfarë ta ngjyem në fërgesën, po se bukën sot. Ne bukën sot do ta bëjmë me miell misri dhe me miell, do me thënë gruri, të dyja mielrat, më shumë miell gruri. Mirë, ta zbulojmë se pas ka atë qesën e kuzhinës brandini gati për të parë një çik se si ka ardhur brumi ynë. Tani vjen vetë, është ngrohtë. E shko se ka dhe atë ngjyrën e verdhë të miellit. Po pra. Sa mirë bëre që po na vën bukë, se na mori malle, kishim që javën e kaluar. Na ke mësuar keq me këto bukët kaq të shishme që na bën kat. Fërgesë pa bukë nuk ka. Kështu që fillojmë me një për ta treguar. Fillojmë me recetën e parë, përfundojmë edhe e vendosim në furrë këtë që të lëm kohë 2 recetave të tjera. Po pse se kthej direkt në Po më mirë, heqim ujin në lavaman dhe nisim me recetën e parë, tradicionale, shijon nga të gjithë, siç takati dimër ver, është nga ato receta që gjithmonë preferohen, pra patatet me mish. Sot do t'i sjellim në një mënyrë pak më të freskët, duke qenë se do të kemi lëngun e limonit, të portokallit, cipën gjithashtu, mustardën që i shkon shumë patateve kur marinohen para se të piqen, sigurisht krip piper i zi edhe rigon. Që mos do t'i hedh këtu të gjitha, edhe mos t'i marrim do me thënë nga një në enën tjetër. Ato salcën që do të bëjmë, do t'i hedhim këtu dhe do t'i përfundojmë këtu. Kështu që e heqim. Okej. Dhe fillojmë me radhë e hedhim përbërësit. Që do të thotë? Fillojmë me një portokalle. Se ku kisha këtë thikën unë këtu, po. Të s'ka gjë, e marrim prapë, edhe nëse e kemi zhvendosur. Marrim një thikë. Hedh mustardën. To do t'i trazojmë pastaj në fund fare. Po, të gjitha bashkë. Po. Okej. Do të hedhim rigonin. Mustard, rigon. Do të hedhim kripën. Po. Në shtëpi trazoni edhe me dorë faktikisht. Trazojnë më mirë. Marinimi me duar bëhet gjithmonë më i saktë se. Pastaj mishi e ndorë të tjera duhet edhe këtu kemi thelpinjtë e hudhrës. Hudhra do t'i hedhim kështu të plota siç janë me gjithë lëvozhg. Okej. 3-4 hudhra, sa të, do me thënë, është mjaftueshëm. Ta mbaj dhe këtë këtu në sepse dohet që të bëj vazimin. Tani është momenti që do të shtojmë lëngun e portokallit. Okej. Dhe po na randoj një, si thuash, një farë. Farë nuk ka problem. Po është e vogël portokallja, hidheni të plot. Në është e madhe, hidhni gjysmën. Okej. Po dijeni se jep shumë shije, edhe e bën shumë të veçantë. Dhe limoni. Edhe limoni s'ka shumë farza.
Kështu që të njëjtën gjë dhe për punën e limonit. Pra nëse është i vogël të gjithë kokrën, nëse është një limon i madh, vetëm gjysmën. Edhe unë do të hedh edhe pak, sepse nuk e kam atë sasinë e patateve të plot, kupton? Prandaj do të hedhim edhe vaj ulliri. Okej. Tani. Sa shpejt bëhen ca gatime tuk. Tani është verë dhe është një gatim që e pregatit, e vendos në furrë edhe pret të bëhet. Dhe shumë i shishëm bëhet edhe ai lëngu që do të Tani betet në tjetër që fund. doja të thoshja, po Anila, në momentin që shikojmë dojmë thënë që bërxollat i kemi, se ka dhe bërxollat të cilat janë me kockë dhe janë më të mëdhaja. Ato do vendosni, domethënë, patate të para, jo, kur janë të vogla, ndjes, kur janë të mëdhaja, vendosim njerësh. Kur janë të vogla bërxollat, do vendosni për fillimisht patate dhe pastaj do vendosni bërxollat. Pra lëm njerë patatet, që të piqen, një 30 minutë dhe pastaj vendosim. Kur janë ato të hollat, si pancetat, diçka e tillë. Po, që janë të holla, po. Dhe nuk kanë nevojë për shumë. Kur janë pak më të mëdha, si në rastin tonë, ne do i vëmë një kostisht, sepse duan kohën e pjekjes njësoj si pjekje. Patjetër që po. Do ta mbulojmë për të krijuar të fillimisht e gatimit. Një 20 minutë e parë do ta kemi të mbuluar. Pastaj e heqim letrën e kuzhinës dhe i lëmë në një 10-15 minuta të tjera, thekërohen dhe bëhen shumë të mira dhe të shijshme. Shumë mirë. Dhe në pak kohë do të kemi gati një drekë shumë të shijshme. Do të shtem edhe ujë, goxha lojë që e kanë në fakt, po? Jo, e duan ujë. Okej. Edhe uji nuk i det, lart i det anash. Anash. Po, sa ndryshe shplajmë të gjithë që kemi hedhur deri tani, pastaj do të na i largoj uji. Sigurisht pastrojmë tavën. E lagim dhe këtë. Ka shumë merak. Po. Edhe ky është një sekret interesant në kuzhinë, që letra që mbulon tavat tuaja gjatë pjekjes, të marri atë formën e duhur dhe të qëndroj si një kapak për të krijuar avujt gjatë gatimit që e ndihmon në zjerje dhe në pjekjen të njëjtën kohë. E lagim pak me ujë. Edhe kemi gati për ta vendosur në furrë. Furrën më përpara duhet ta kemi të ndesur në një temperaturë 200 gradë dhe thamë që do ta lëm për 40 minuta në momentin e parë që do kemi kështu me letër, pastaj heqim letrën dhe e lëm edhe 15 minuta të tjera dhe do ta kemi gati për të konsumuar. Dhe thash edhe një herë dhe kjo varet nga madhësia e mishit, sepse kur kemi mish që ka nevojë për më tepër pike, sigurisht që e lëm edhe më tepër. E vendosim në furrë dhe rikthehemi këtu me recetën e radhës. Dhe kalojmë tek tjetra. Ndërkohë përpara se çojmë pak recetat, meqense nuk i kemi parë deri në këto momente, çfarë do të përgatisim sot në ekran kemi bërxolla me patate dhe salcë mustard, na duhen 6 bërxolla, na duhen 1 kilogram patate, 4 thelpinj hudhra, 2 lugë mustard, 1 portokall, 1 limon, gjysmë filxhani me vaj, 1 filxhan ujë, 1 lugë rigon, kripe dhe piper. Pra siç e pat, të gjithë këto përbërës janë bërë bashkë në një tavë, janë marinuar dhe janë vënë në furrë. Shohim tani recetat e tjera, të cilat do t'i përgatisim deri në përfundim. Do të bëjmë sot një bukë super të shijshme me miell misri dhe gruri dhe do të na duhen 800 gram miell gruri, 200 gram miell misri, 600 ml ujë, 1 lugë maja të thatë, 1 lugë krip dhe 2 lugë vaj. Dhe një fërges me speca dhe domate në furrë, që është shumë e shijshme, është verore, është e konsumueshme për drekë, për darkë, për çdo vakt që ju dëshironi. Na duhen 1 kilogram speca për skuqje, të cilat më parë kemi skuqur, pra Kati na e tregoi edhe mënyrën se si duhen mbuluar pasi të skuqen, që të largojmë lëkurën e tyre kollaj gjatë kohës që vijojmë me përgatitjen. Na duhen 5 domate, 4 thelpinj hudhra, 1 lugë rigon, 1 lugë sheqer, 1 lugë uthull, vaj, krip, piper, majdanoz për servirje. Shumë të mira i kemi recetat sot, të gjitha së bashku janë një kombinim ideal i njëra tjetrës. Nëse i gatuani, keni kryer edhe bukën, nuk do blini bukë, edhe drekën me patate dhe me bërxolla, edhe darkën me një fërges me speca, edhe kaloj dita. Po. Tani, nuk e di se si jemi me kohën, e fillojmë e përfundojmë. Ora është 9:07, kemi 7 minuta kohë. E besoj se do arrijmë, domethënë, mënyrën se si do ta përgatisim për ta vendosur në furrë.
Atëherë, sa minuta e ke lënë pak a shumë brumin? Rreth 1 orë faktikisht, Anila, është rreth 1 orë. Kështu që tani ajo që ngelet, këtu kemi miell misri, të marrim edhe një miell gruri, të marrim këtë këtu, s'ka problem. Edhe vendosim një tjetër atje. Gëshërët, më duhet pak këtu për të hapur brumin. Po. Është shumë e thjeshtë, do të tregojmë pastaj mënyrën në fund, se si arrihet deri këtu. Por fillimisht neve hedhim këtu, do me thënë këtë, atë që them nga hera, nga të dyja llojet e mielrave. Pra, kemi si gjithmonë, ne ndaj duam kaq shumë brumra këtu në fakt në Villa 24, ndaj shijojmë kaq shumë bukët, se na dalin të shkëlqyera, është e vërtetë. Dhe ju i shihni dhe jam e sigurt se ai shihni atë bukën e pjekur të fryrë me atë korën e shishme, bukë thekre, bukë me miell misri, bukë me miell gruri, gjithçka që ne kemi sjellë të përgatitur sot. E dim që na shijon aq shumë edhe ju ngacmojmë edhe ju me ide nga shtëpia sepse përdorim miellin Ola nga kompania Atlas. Është më i miri. Këtë nuk e them unë, e di që konsumatorët e duan po kaq shumë. Kati na i qanë këto brumrat edhe gjithçka tjetër që ne përgatisim me miellin Ola, që tek ëmbëlsira, tek keku, tek ku diun byreqet e ndryshme, me ato petët që hapen në duar dhe nuk ka nevojë fare as me të përdorim pecin sepse janë aq të buta, aq të shkrifta dhe rrshkasin në fakt. Ëmbëlsirat pa diskutim siç i përmenda pak më sipër sepse vjen farinap që po e shohim tani në këtë momente në ekran, një miell që i ka të gjitha brenda dhe duhet thjesht një paketim i tillë dhe ktheni një kek, një ëmbëlsirë në shtëpi. Po mund të bëni pica, mund të bëni bukë thekre. Po Kati, vazhdojmë neve, do bëjmë bukën, do e fusim në furrë. Gjithçka tjetër, më shumë dashuri nga kompania Atlas. Edhe unë kam dëshirë t'ju kujtoj edhe të tjera produkte që ne i zgjedhim këtu në studio, që i duam shumë, që janë të rëndësishme për organizmin tonë, që na furnizojnë me vlera ushqimore, me proteina dhe keni kuptuar që bëhet fjalë për vezën O Vital, që vjen super e freskët, është një vezë e cila është 100% shqip, sigurisht duke respektuar të gjitha standardet maksimale europiane në cilësinë e saj, në mënyrën e prodhimit, që nis që nga ushqimi i pulave deri tek ajo kokra e vogël e vezës që vjen në tryezën tonë plot shije, plot freski, edhe me një garanci maksimale që konsumatori e ka të rëndësishme ta ketë momentin që shpenzon për të ushqyer. Edhe në fund doja t'ju përmendja gjithashtu atë që na sjell gëzim, siç është Aja dhe janë salçiçet vudit të freskëta, plot shije, të paketuara me shumë siguri, ruhen në frigorifer për ditë radhazi, që do të thotë ka gjithmonë diçka në frigoriferin tuaj për të nisur mëngjesin, për të përgatitur sanduiçet e fëmijëve tuaj, ato tostet e thjesht, që ato bukët që marrim me vete për të lëvizur nga shtëpia, për në punë apo për t'ia dhënë me fëmijëve kur dalin gjatë pasdites apo bëjnë një piknik etj. Janë gjithmonë aty shumë të shijshme. Faleminderit Anila për informacionin, po sigurisht që unë e kam thënë, po do të bëhet ndryshe, do ta shikojmë tani. Pra, pasi ke ardhur brumi, kemi spërkatur në tryezën tonë, kemi hedhur miell gruri, miell misri prap nga të dyja, edhe këtë tani e ndajmë në 3 bukë, pra do të dalin 3 bukë. Do të bëjmë si ato sanduiçet, si ato bukët e sanduiçit? Do i bëjmë ndryshe këto, pak si të përdredhura. Bukë e përdredhur. Oh, ja, do ta marrim. Bukë e përdredhur. Edhe do ta bëjmë në këtë mënyrë. Dhe këto bëhen të bukura shumë kur piqen. Po. Në këtë mënyrë. Sa mirë. Ja, kështu. Edhe e vendosim direkt. Ajo merr dhe miell nga të gjitha anët. Kështu. E përdredhim edhe këtë. Shumë thjesht për ta bërë. Të dyja anët, të dyja qoshet. Njëra nga njëra anë e përdredhim nga njëra nga ana tjetër. Dhe japim të formën. Tani ka 2 mënyra përpjekje. Ose vendosim, do me thënë tjetë fura e ftohtë, edhe e vendosim të 220-a, e vendosim, do me thënë, pa e parangrohur fura. E kuptaj? 220 i vendosim brenda, nuk ka nevojë që të qëndrojnë që të vinë përsëri. I vendosim dhe ajo gjatë momentit, do me thënë që të sa të arrit, të ngrohet tamam në 220, ka filluar, do me thënë, ka rritur edhe vëllimin. Tani në verë bëhet edhe kështu. Pra, në këtë mënyrë. Edhe merr edhe miell në anët, kupton? Edhe bëhet kështu. Shumë mirë. Është ndryshe kjo lloj buke, ti vëm një këtu se do të ja kështu. Tani e spërkatim pak këtu. Bëhen si ato bukët fshati.
Dhe nuk do shumë kohë, do me thënë në mënyrën se si kemi bërë, 30-35 minuta dhe do t'i kemi gati. Pra, kjo ishte, ka i shpejt, ka i thjeshtë, veç se dëshirën edhe mielra të keni në shtëpi, sepse ju kam thënë gjithmonë, këto lloj mielra ju nderojnë, qoftë në byreqe të ndryshme, qoftë edhe te pjesa e bukës, në kremra të ndryshme, qa nuk bëjmë me miell, kemi shumë gjëra të tjera. Është tek përbërësit kryesar në shtëpi, duhet thënë që po thuaj se kudo gjen hyn gjithandaj akoma makarona dore që do të bëjmë edhe një ditë me makarona dore. Po pra sa mira bëhen makaronat me një mënyrë tjetër që është shumë e lehtë, hapim një petë, bëjmë me hudhër dhe me majdanos, i përdredhim edhe i nxjerrim ndryshe nga ato me supë, do me thënë një kofsh pule, edhe si të thuash 200 gram miell, bëjmë makarona të çastit. Do t'i bëjmë një ditë, u them anvisave që ta di sepse do t'ua bëj, është shumë e thjeshtë dhe bëjnë ndryshe, do me thënë nuk janë ato makaronat që bëjnë me vezë me qumësht, pak ndryshe, pak ndryshim. Këto i kemi gati, neve mirë është tani që t'i lëm një 10 minutë këtu të mbuluar me pecet, edhe pastaj më mbrapa do t'i kalojmë në furrë. Ose është edhe ai varianti tjetër që ju thash më përpara. Këtë doni ju zgjidhni? Po, kemi përfunduar pjesën e parë, sepse do të kthehemi përsëri në kuzhinë për të mbaruar recetat. Do ta lëm punën këtu për momentin, por ju e dini që ne rikthehemi përsëri në kuzhinë, do mbarojmë furgesën, do shohim patatet dhe mishin si do na bëhet, do pjekim bukën, kemi gjëra plot për t'ju sjell, ju vetëm qëndroni dhe na prisni ashtu sikurse ju presim edhe ne këtu. Ja, ku jemi rikthyer në transmetim të drejt për drejt, vazhdojmë të jemi në kuzhinë. Po sigurisht jemi këtu në kuzhinë. Po të shkojmë këtu, pa mbaruar recetat, kemi ku shkojmë. Tona të dashura, ato që ne i duam shumë, sepse edhe ato na duan shumë, edhe për ty Anil, edhe për mua kudo që i takoj, më thonë fjalët më të mira. E di që na duan, po sepse ka një lloj kështu dashurie në distancë, dhe zonjat e dinë që ne jemi këtu për ju edhe ju përqafojmë nga studio. Falenderoj të gjitha faktikisht, sepse te është, si thua, ai falenderimi më. Është kënaqësi patjetër. Atëherë, neve thamë që do të bëjmë edhe speca të cilat do t'i bëjmë fërgesë. Edhe thamë në fillim fare që këto i skuqim ose i pjekim fillimisht dhe pastaj hekim pjesën e cipës. Që të hiqet pjesa e cipës, siç e pat ju në fillim, unë tek ena që vendosa, pasi i kemi hequr qoftë nga skuqja, qoftë edhe nga pjekja, i mbuloj me një letër celofan dhe i lëm ashtu që të zbuten. Dhe hiqet ajo cipa shumë kollaj pastaj. Vuni para përgatita që mos i kishim kështu, domethënë. Edhe pastaj i hapim, heqim farat aq sa mundemi, domethënë pjesën më të madhe të farzave, këtë pjesën e brëndshme. Besoj muli është këtë që... Por njerëzit që e kanë bezdia, se fundja farat e specit edhe konsumohen. E konsumohen, po ata që kanë probleme me stomakun, për shumë që ngacmon, mirë është që t'i heqin. Po që jo se është ndonjë kështu. Tani, këtu kam domate të freskët, asnjë gjë domethënë që të skuqur më edhe kështu. Këtu kam hudhrat, që bëra gabim që nuk i po ti gri tani. Çfarë bësh, do i grish, po, se që ka dhe pak të mëdha në fakt. Ja i grim tani në moment. I grim këto hudrat, se hudrat japin shumë shije faktikisht. Për masën që kam, unë do të bëj vesh se 2 hudra, se është janë më pak se sa, me thënë për 1 kilogram, sigurisht që veç se për ata që janë që e duan hudrën, mund t'i hedhin dhe kështu thelpit të plota, por fillimisht është mirë që të hedhim kështu të grira. Pa, të grira imët me thikë. Shumë mirë. E kemi gati këtë pjesën e hudrës, nuk ka nevojë që të grihet më imët, sepse gjatë përpunimit të nxehtë ajo do të zbutet. Tani këtu do të hedhim. Këtu kam sheqer. Dhe domatja. Kësaj është e mjaftueshme. Do të hedhim uthull. Një lugë të çajit them unë. Po. Është e mjaftueshme. Dhe këtu tani do hedhim. Rigonin le do ta hedh më mbrapa sepse dua që domatin të më ngelet në fund fare. Hedhim piper të zi. Do të hedhim edhe kripën. Pak vaj, sepse vaj do të hedhe në momentin e fundit. Sepse thënë që është një recet që do kaloj në furrë. Në furrë, po. Tani këtë përzjeri. E përzjem. Dhe fillojmë fillimisht, bëjmë këtë shtresën e parë. Bazën. Dhe kjo do lënë kohë në furrë, nuk është se e nxjerrim shpejt.
Ashtu, ë? Po, do me thënë, nuk është ajo që ta lësh 10 minuta dhe ashtu duam që të qëndroj në furrë që domatja të gatuhet mirë. Të gatuhet, të thithë ato lëngje. Një hedhim edhe hudra. Vendosim specat. Të vendosim kështu. Okej. Të gjatura. Vendosim edhe një këtu. Pra e mbushim tavën. Po doni hikja një bishtat, por që më pëlqen sepse edhe kur jo doj servirni, Gjatë dhe bukur ashtu speci me nuk është se i bën dëm në momentin që ashtu, s'pëson asnjë gjë të themi që është problem nga puna e bishtit. Përkundrazi, merr shije, prap hudhër. Pra e bëjmë në formë shtresash, Po, në farë mënyrë. tani do t'i bëj kështu në këtë mënyrë. Ja, i kemi të hapura specat. Dhe kjo do të bëj që edhe domatja të kaloj edhe në brendësi të specit. Ndërkohë po ju kujtoj shkurtimisht që kemi bërë edhe 2 gatime të tjera, të cilat i kemi në furrë. Kemi bërë patatet me bërzoll, një marinim shumë të shijshëm që do ta rikujtojmë pas pak kur shohim recetat. Pra vjen në një formë ndryshe, ka edhe limonin dhe portokallin edhe mustardën dhe pas pak do ta nxjerrim nga furra. A mos duhet ta zbuloj o Kati atë? Po, që të lutem Anila, mund ta heqësh. Se e kemi vendosur me letër kuzhine të mbuluar që nëpërmjet avujve të gatuhet dhe të rinë të buta, por tani është momenti që të djegim duart. Si ta heqim këtë? Ja, më falni se ju dola përpara, po shumë e nxehtë. Okej. Sa e mirë. Okej, me. E mirë duket, nuk e di, nuk dallohet shumë, po kam marrë si përfaqe. Tani do ta lëm të zbuluar që edhe të piqet vazhdimi. Pas pak do ta nxjerrim nga furra, që ta shohë Kati se me si është bërë ajo tava me cikla. Ashtu është bërë? Po. Do marri direkt letrën, ta fshim pak Anila. Okej, çfarë bëm, mbaruam me domaten. Shtuam edhe rigoni sipër. Kjo është një recetë verore, tipike verore, shumë e shijshme, që përgatitet po kaq shpejt edhe shijon. Kemi bërë dhe bukë, se këtë po ju thoja, çfarë kemi bërë në pjesën e parë, bukë të përzier me miell gruri dhe miell misri, shumë e shijshme, le që janë bërë dhe të bukura kështu të kthyera, dhe pas pak do t'i nxjerrim nga furra, sepse kjo mënyrë e përgatitjes së bukëve dhe ky miksim i 2 llojit të mielrave që Kati ka bërë nuk kërkon një pjekje shumë të gjatë, rreth 35 minuta, 40 minuta, dhe bukët do të jenë gati që në momentin që ne i kemi vendosur, jemi gati drejt 5 minutit të fundit. Atere, atë po mendoja Anila, sepse edhe furrën e kemi të zënë të dyja, ne do ta lëm këtu këtë. Kjo duhet vendosur në furrë, duhet ta themi anvisave në një temperaturë 180-200 gradë, dhe do ta lëni 35-40 minuta e do, edhe pse është kështu, sepse në lëngjet e domates ajo, sidomos kjo, do me thënë kohë zgjate, dohet kur është që është 1 kilogram spesa, do me thënë është më shumë. Edhe është tavë më e madhe. Këtu të tava jonë tani të 30 minutë, 35, e do dhe kjo. E do. Pra domatja duhet të piqet mirë. Duhet të zihet domatja bashkë me spesit dhe ngelet me lëngjet e veta, me vaj, me këto, edhe në momentin që e vendosim, do t'i hedhim edhe pak vaj. Mirë është të përdoni vaj ulliri, se sigurisht është diçka, do me thënë që bëhet shumë mirë. Tani sa ato të... Dhe tani e pastruam në tryezën. Le ta bëjmë miell prap. Ta bëjmë prap me miell. Shohim pak recetat në ekran, ku do të keni dhe recetën e bukës për të përgatitur një bukë sot vetë në shtëpi me miellin Ola, por më parë le të lexojmë recetën e drekës kryesore, e pjatës kryesore të tryezës son sot, që është bërzolla me patate dhe salcë mustard. Të gjithë përbërësit që keni këtu në ekran janë marinuar, janë bërë së bashku, janë përzier në një tavë e cila është vendosur në furrë. Pra nuk kemi pjekje skuqje përpara, thjesht qërimin dhe larjen e patateve dhe më pas bashkojmë 6 bërzolla, 1 kilogram patate, 4 thelpinj hudra, 2 lug mustard, 1 portokall, lëngun e tij, pra 1 limon, lëngun gjithashtu, gjysmë fixhani me vaj, 1 fixhan ujë, 1 lug rigon, krip edhe piper. Mënyra më e thjeshtë e përgatitjes së kësaj tave, pa shpenzuar shumë kohë dhe pa krijuar vap në kuzhinën tuaj. Shkojmë te buka tani.
Këtë do të përgatisim sot, sigurisht që pjesën e parë të bukës, pra atë mjellin, brumin e parë e kemi përgatitur në fillim, aty ku e kemi lënë edhe të vijë etj. Tani është momenti që të përgatisim brumin që në fillim e pat që kishte ardhur ishte gati. Me këto përbërës, 800 gram miell gruri, 200 gram miell misri, 600 ml ujë, 1 lugë maja të thatë, 1 lugë krip dhe 2 lugë vaj. Kjo është receta e bukës dhe fërgesa me speca dhe domate në furrë bëhet me 1 kg speca për skuqe, 5 domate, 4 thelpinj hudra, 1 lugë rigon, 1 lugë sheqer, 1 lugë uthull, vaj, krip, piper dhe majdanoz për servirje. Dhe tani vëmendjen e kemi të gjithë të buka. E nisim? Po, patjetër. Atëherë të dashura Anvisa, unë ju kam thënë 800 gram miell misri, më falni gruri dhe 200 gram miell misri. Po, për të plotësuar 1 kg. Atëherë, kjo është ndihmesa që kemi edhe këtu tek pjesa e pakëtimit, që mundi domethënë që ti masim shumë kollaj. Por duhet të them edhe gjë. Mund t'i masni dhe me filxhanin e çajit, por të atij filxhanit të çajit që un kam, ose mund t'i masni domethënë 5 filxhan çaj miell gruri dhe 1 filxhan çaj miell misri. Këto janë masat me filxhan. 5 me 1 raporti me filxhan. Me filxhan. Ndërsa kështu është 800 gram me 200 gram. Sepse paketat na ndihmojnë thash, i kanë ato masat që të keni mundësi domethënë për të bërë përafërsisht matjen, sepse bukë është, atje do shikojmë ta pastaj më mbrapa për punën e ujit se sa do të na marr. Atëherë fillojmë dhe hedhim, më shumë e thjeshtë për të përgatitur, që do të thotë hedhim miellin përpara të grurit. Tani unë shumë me sy do ta hedh, nuk është se do i vëm gramaturën, atë që them gjithmonë. Tani të hedhim edhe pjesën e miellit të misrit. Të verdhin kemi zgjedhur, ndaj edhe më mirë me të verdhin. Ka dhe ngjyrën jep më një të ngjyrë, fortë. prandaj përdor, jo se s'bëhet me atë tjetrin. Edhe këtu për punën e majas, që tua tregojmë dhe Anvisave domethënë, për 1 kilogram. As plotësisht të supës, nuk ka nevojë. Tani është verë, është mjaftueshëm. Domethënë pak më shumë se lugë e çajit. E hedhim këtu. Dhe e përzim, sepse tani ngrohet, domethënë vjen shumë shpejt. Mikroorganizmat e majas ushqejnë shumë shpejt, domethënë nga temperatura, dhe atë temperaturë duan ato që të aktivizohen edhe të rrisin atë volumin. E përzim dhe këtu me një shtojmë edhe kripën. Unë tek kripa faktikisht nuk është se jam shumë adhuruese e kripës. 1 lugë të çajit të hedh, nëse doni juve mund ta shtoni edhe pak më tepër. Po e doni më të por që kaq është mjaftueshëm. Tani për vaj nuk hedh brenda, sheqer nuk hedhim, sepse vetë mielli i misrit ka ëmbëlsi dhe nuk ka nevojë, domethënë e aktivizon shumë mirë rritjen e vëllimit të bukës, kështu që s'ka nevojë që të shtojmë sheqer. Tani hedhim ujin. Ujin e duam ta kemi të vakët. Po. Për këto duhet 550 deri në 600 ml ujë. Duke e parë për masat që ju kam dhënë. Që i bie rreth 1 kg, 1 kg jo rreth, me gjithë miellin, misri, miell grurit. Po. Aq 800-200. Problemi është që mielli i misrit e do pak më tepër ujin. Përthith më tepër ujë. Ja ku e keni në ekran gjatë gjithë kohës recetën, si është kush këtë të shoh? Jo, për pjesën e bukës e ato. Ta shoh bukën një çik. Si është, po e shkëlqyer është. Prit, mund të hapun furrën, nuk është kek, do thoshte Kati që t'i bie volumi. Po. Okej, hajde ta shohim bashkë. Opa, ja, shikoni. Unë mendoj që është gati kjo për të nxjerrë. Ta ul ta lëm të kulloj? Po. Si është ajo fjala tjetër? Po. E fik të si e thua si Kati? Të kulloj edhe. Se Kati ka ca terma të vetat kështu. Okej, e ulim temperaturën, ta lëm bukën të marrja të uljen graduale, e ka atë nevojshme, edhe pastaj ta nxjerrim nga furra, se kemi edhe 10 minuta kohë, kështu që i bëjmë gjëra siç duhet, pa humbutur. Tjetra do të them Anvisave, në momentin që shikojmë domethënë që pastrohen enët e enës, domethënë nuk ngjit. E kemi pra gati nuk kemi brum, nuk kemi ujë rreth e qartë. Unë nuk jam e asaj gjeje që të rita punoj shumë. Kaq e kam të mjaftueshme. Nuk e di, bukët më rastisin që bëhen të mira. Shumë të mira bëhen. Se di, domethënë të rastisin. I bën ato që e ke. Janë ato që. Dhe jo vetëm bukët. Ja, tani e pastrojmë këtu. Tjetra
me pak vaj. Bëjmë këto parlosjet kështu. Edhe pak vaj tjetër. Edhe i parlosim, do me thënë që bëhen parlosjet. Edhe përthithet vaj në brëndësi, vaj ullirit jep shumë shije, e bën akoma edhe më të shish me bukër. Sidomos kur ka edhe mjellin e mistrit brënda, mjellin e mistrit me vaj në ullirit, janë një kombinim perfekt. Tani e mbulojmë me një membran guzhine dhe e lëm të qëndroj. Tani është verë faktikisht që të them, si do që t'jetë edhe në ambient të guzhinës që ta lëm. I kam ati poshtë në fund të dolapit, Anila, ja i marë unë, sepse di dhe ku janë. Te i qënë këto, edhe ja ky është brumi, shumë thjesht. Shumë thjesht. Këtë brum të duhet Arlini, ju e pat në fillim, pra të njëjtën që Katarina ka përgatitur përpara se ne të nisnim transmetimin. Tani, po ju them pak që pak minuta më vonë, këtë gatimin e ditës së sotme, ku përfshihet edhe buka, do mund ta gjeni në YouTube, në dy kanalet tona zyrtare, në News 24 dhe në Villa 24. Pse po e kujtoj këtë gjë? Sepse kur përgatisim brumra, po si në rastin e ditës së sotme buk, ka të kujdeset ta përgatisë më përpara që kur ne të hymë në transmetim, brumi të ketë ardhur. Pra, ne në një farë mënyrë e nisim nga fundi. Marrim brumin e ardhur, e punojmë me duar, e kalojmë në furrë dhe e pjekim që ne të kemi mundësi brenda kohës që kemi në dispozicion të nxjerrim të përfunduar e të pjekur dhe më pas, ashtu sikur se bëm sot, përgatisim edhe brumin. Pra, kur ju të shihni videon, brumin e përgatisni kështu dhe në fillim keni ato procedurat e fundit të mbledhjes së brumit, të spërkatjes me miell, të dhënies së formës së bukës sipas dëshirës tuaj, informacionet në lidhje me pjekjen, edhe pjekjen do ta kemi pas pak gati të nxjerrë nga furra. Na u botava me patate. E gjete, po e kishe fshehur, do me thëmë po ma kap të syre. Anila, atë të vendos ti dhe unë të vendosun servir patatet. Ashtu. Ha, si duket? E mira? E mirë është, por të jemi të sinqert, duhet të rritë të qëndroj akoma. Dua do me thënë që të jetë me më pak lëngje, por sigurisht që... Dhe ja, pra, këtu jemi, këtu, po jemi të zëna. Se cila në punën e vetë. Katarina më ka thënë që kur përdorim qesen e kuzhinës, duhet ta palosim në këtë mënyrë, që kur ta marrim prap, ta kemi gati për ta gjetur fillin. Kati? Po. Shikon se nxënëse Miriam. E pas ke mbajt mend. Okej. Kjo është për në momentin gjasma si kur ka dal nga fura tani, po që sepse atyre duhet hedhur, jo tani. Më pëlqen kë gatimi me gjasmë, no Kati. Sepse që... Atëra. Tani bukët i kemi gati. I kemi gati, i kemi edhe bukët. Po gati. Atëra, tavës nuk është se kemi çfarë të shohim që është e vërteta, sepse e kemi të servirur në pjatë. Forgesa, tamam, ka nevojë edhe për kohën e pjekjes në furrë. Por, ne nuk e vendosëm se duke llogaritur që nuk do të kishim kohë ta prisnim deri në fund, e treguam kështu siç është dhe ja. Bukët. Sa të mira kanë dalë. Fantastike. Kujdes, ato janë të përvoluara tani, kujdes duart. Ja, nga të gjitha anë, ato ka të sa të mira dalin. Djegin, faktikisht. Djegin që kësi shumë. Si shumë. La më të madhe lartë. Ne do të ndajmë njërën kështu një qik, po me thik, jo me duar, sa jo shumë e nxehtë. Po, kemi bërë goxha bukë, faktikisht. Sa mirë, shkone sa mirë. Edhe për të shitur. Kështu si e kemi nisur ne të hapëm furrë buke edhe pak. Janë fantastike. Që është e vërteta, mielrat më kanë bërë, do me thënë që të çdo ditë të nxjerrë ide të reja për punën e këtyre bukëve. Si thua, më ndihmojnë shumë dhe ndihem e kënaqur sepse janë mielra që të japin atë kënaqësinë për të bërë mënyra të ndryshme, qoftë bukë, qoftë byreqe.
Kështu që nuk jam unë që i bëj janë këto produktet. Jo, shiko, pa tjetër. Me gjitha të, kemi thonë shpesh herë që ingredienti kryesor në përgatitjen e recetave në gatim, në kuzhinë, është dashuria. Dashuria dhe produktet. Pa tjetër edhe produktet, por në mënyrë të veçantë, kur flasim për bukën, ne e dim shumë mirë, që pranë shtëpisë tonë të gjithë kemi furra buke, i kemi nga të gjitha llojet. Po se çka një lezet më vete kur këtë bukën e përgatit vetë në shtëpi, sigurisht që ke dhe sigurin maksimale pastaj, se e di se çfarë mielli ke përdorur, çfarë vaj ke përdorur etj. Sigurisht edhe duart e nënës apo janë visës së shtëpisë nuk krahasohen me asnjë aparat të gatshëm të furrës së bukës. Sigurisht që nuk i bëjmë çdo ditë, po një herë në ca kohë ka lezetin e vet kur gatuajmë vetë edhe bukën në shtëpi. Unë them se dashuria, do me thënë, e nënës, përzihet bashkë me këto ushqimet dhe japin atë maksimale, do me thënë, në ushqimin që ofrohet fëmijëve ose edhe të gjithëve. Nëna është gjë e veçantë. Ashtu si nuk harrihet, do me thënë, dashuria për nënën, ashtu nuk harrihet edhe çdo gjë që nëna zë me dorë dhe i bën. Ndaj edhe gatimet, pjesa më e madhe e njerëzve, të çfarëdo lloj moshe, po, është ajo aroma e shtëpisë që kryesisht të kthen në fëmijëri, të kthen ato gatimet e nënave që çfarëdo lloj gjëje dhe recete të mrekullueshme të provosh në çdo vend dhe në çdo cep të botës, nuk ka si ajo. Ja, këto doja të shikoja pak nga brenda, sepse që nuk janë qull, janë krokante, do të thënë, nga jashtë dhe shumë të buta nga pjesa e brendshme, shiko si bëhet. Po, dhe është e verdhë, sepse ka miellin e mistrit brenda. Ka miellin e mistrit, nuk është qull. Jo, absolutisht, është thjesht e nxehtë. Është e nxehtë, po ja, po t'ishte qull do dukesh, më thënë, shiko se si ndahet. Është fantastike, ka krijuar dhe ato porët brenda. Dhe them këtë që unë miellin të brumin e zë ashtu siç ua tregova, nuk bëj asnjë ndryshim tjetër për këto bukët e tjera. Aq thjesht e përpunoj, kështu që mendoj që është shumë e thjesht për të bërë vetë, pse jo t'i bëni vetë në shtëpia tuaja, sidomos tani në verë bëhet shumë shpejt. Nuk do shumë kohë. 35 minuta në furrë të bëhet gati, edhe një si thua 5 minuta që ta përzihesh mielin, lëreni edhe një 40, do me thënë. Për rreth një orë keni bukën gati. Po. Dhe me qënë se jemi këtu, ne përmendëm... Qa bukë që të kënaqim. Nëse zjedhi mielin e thekrës, si do t'jetë raporti i përzierjes së miellit të grurit me thekrës? Edhe ajo buka e thekrës del shumë e mirë. Del shumë e mirë, edhe ajo del shumë e mirë. Do me thënë, mund të bësh miksime të ndryshme, integrale, thekre, të miellit për çdo përdorim, i përzihen të gjitha bashkë, më shumë vendoset kjo për çdo përdorim. Gjithmonë, kur bëjmë. Ka raste për shkakun që të bësh atë me miell integral, sepse duan, janë njerëzit që konsumojnë më ashtu, atëherë kalojmë 80% do me thënë e miellit integral dhe 20% e miellit. Që do të thotë 800 gram miell integral edhe 200 gram ashtu, me thënë me filxhane 51, e kundërta. Aha. Gjithmonë do me thënë kështu. Sepse duan që të bëjmë bukë me miell integral. Po, që të ndihet më shumë aroma, shija... Por që do pak miell brenda. E do pra këtë grurit. Çfarëdo lloj mielli që ne përdorim, domethënë, qoftë edhe 200 gram ose një filxhan se ti e kthen për lehtësi për anvistat. Për lehtësi për anvistat, kjo është ideja. Okej. Atëherë ne jemi në fund fare. Në 1 minutëshin e fundit i hedhim edhe një sy të fundit pjatave që kemi në tryez, nëse do të doni të shohim edhe një herë recetat, meqense i kemi të përfunduara edhe shumë prej jush janë duke na ndjekur vetëm tani dhe ndoshta doni të dini edhe një herë me çfarë i kemi përgatitur. Kemi 1 minutë kohë për të parë të treja recetat së bashku në ekran. Pra sot kemi shijuar së bashku bërxolla me patate dhe salcë mustard. Na duhen 6 bërxolla, 1 kilogram patate, 4 thelpinj hudhra, 2 lugë mustard, 1 portokall, 1 limon, gjysmë filxhani vaj, 1 filxhan ujë, 1 lugë rigon, kripë dhe piper. Përgatiteni shumë shpejt dhe shumë e shijshme, më besoni. Bukë me miell mistri dhe gruri, 800 gram miell gruri, 200 gram miell mistri, 600 ml ujë, 1 lugë maja të thatë, 1 lugë krip dhe 2 lugë vaj. E shpjeguam mjaftueshëm edhe bukën dhe fërgesa me speca dhe domate në furrë do 1 kg speca për skuqje, 5 domate, 4 thelpinj hudhra, 1 lugë rigon, 1 lugë sheqer, 1 lugë uthull, vaj, krip, piper dhe majdanos për servirje. Katerina të lumshin duart, faleminderit për gjithçka na solle sot. Ne tani do ham bukë se ndryshe do të naftohet. Edhe e di sa e mirë është bërë shumë e mirë. Ka aromë. Kemi djathtë apo do presim të bëhet fërgesa? Do presim të bëhet fërgesa, po sigurisht që kemi edhe djathtë.
Shpinë tonë Dajemi kemi tani se naftohet buka, shkem në publicitet. Miropafshim dhe kaloshi sa më bukur. Faleminderit, ka të lumë shënduar. Kënaqësi e dashur që ndaj si çdo ditë këtë emision. Kënaqësia është e gjitha imja. Të kam një mrekulli. Ja, kështu e nis ditën njeriu, kaq do. Reklama kemi tani. Të lumë shënduar.